E qartë, në fakt, kjo apati që duket se, apo kjo status quo që duket se ka hyrë politika në Kosovë, në sensin e krijimit të qeverisë, të presim të digjen këto afate, të shohim afatet e tjera, pra po zbatohet ligji në maksimën e vetë kohore, aq sa të mundet, në maksimum. A është edhe në politikën e jashtme, është një moment pak delikat me Shtetet e Bashkuara, dhe duket se e vetmja gjë që do të vlente për Kosovën, për Shqipërinë, për gjithë rajonin, por sidomos për Kosovën, për situatën që është çështja e lobimit. Pranë administratës re Trump, përballë keni Serbin, djali Trump Junior shkoi atje, me njohjen apo mos njohjen e tij për sa i përket mirë historisë së rajonit, mbajti një pozicion të caktuar përballë Vučić. Kosova ku ndodhet për çështjen e lobimit, e cila është një çështje ndoshta më seriozja për momentin? Të drejtën Mirela, çështjet ose arsyet kryesore në farforme është kërku që kemi sa më shpejt një qeveri dhe në një farforme partit politike, ndoshta në këto momente t'i harrojnë pak interesat partijake dhe të mendojnë në një sens tjetër, pra të mendojnë shumë e shumë për fatin e vendit. Kjo ka qenë ndoshta një ndër arsyet kryesore pse është shpriti dhe është kërku vazhdimisht që shteti ynë të ketë një qeveri të re sa më shpejt, të gjendet pra një zgjidhje, një koalicion, një bashkëpunim, çdo qoftë ajo, sepse kemi parasysh ndryshimet që kanë ndodhur në administratën amerikane, domosdoshmërisht që po krijojnë efekt jo pak të dukshëm edhe në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Kosovë, dhe duke pas parasysh pak a shumë po them ato marrëdhëniet edhe ashtu të ftohura ndërmjet zotit Kurti dhe SBA-ve, pastaj edhe marrëdhënieve që ai ka me të dërguarin special për çështje speciale zotin Grenell dhe shumë çka tjetër, debatet që ata kanë pas vazhdimisht, qoftë edhe përmes platformave të ndryshme, vetë sa e bëjnë edhe më problematike gjithë, duke po them ja vu kapakun pak a shumë me atë çfarë pamni nga djali i zotit Trump në Serbi, e cili siç thatë ju ai mund të mos jetë i informuar mirë me gjithë historinë, po megjithatë mënyra se si ai po them deklaroi disa gjëra, fakti që edhe ndërhyrja e NATO-s me apo pa informacione që mund të ketë, e konsideroj jo të rregullt, jo të drejtë, e shumë çka tjetër. Normalisht do duhet ishte një alarm i madh për qeverinë e Kosovës, për institucionet e Kosovës. Megjithatë them drejtën në aspektin zyrtar dhe atë që ne mund ta shohim dhe mund ta dimë, nuk është se kemi pa shumë lëvizje, Mirela, kjo edhe për faktin se kemi një qeveri në detyrë që megjithatë ai po vazhdon të kryej punët e saj, por që ndoshta kjo pjesa politikës së jashtme duket sikur është ndër të fundit në listë, sepse kanë probleme tjera aktuale. Dhe fatkeqësisht uroj që gjithë kjo ndoshta mos na kthehet edhe më keq në një të ardhmet e afërt, kur eventualisht mund ta kemi edhe qeverinë e re, por që edhe mund të jetë pak sa vonë. E qartë. Kështu që nuk e di, të them drejtën, pra po them me atë sa ne shohim edhe dëgjojmë, nuk është se kam pa lëvizje apo hapa të caktuar qeverisë së Kosovës në këtë drejtim, po në anën tjetër kam pas, po them, disa kontakte me eksponent televiziv vendosje, pjesë qeverisë, që një farë forme e thonë se kanë gjetur dyrë të mundshme të komunikimit përmes zyrtarëve goxha të lartë në administratën Trump, dhe një farë forme gjëra po shkojnë pozitivisht, por në anën tjetër pra po them vizita e djalit të zotit Trump në Serbi, deklarimet e tij, gjithë ato çfarë ne pam pak a shumë, deri diku po e tregojnë të kundërt. Tani unë nuk e di saktë se çfarë ndikimi mund të ketë zoti Trump Junior tek mënyra se cila do të jetë çështja e administratës Trump ndaj Kosovës, por në anën tjetër domosdoshmërisht deklaratat e tij, qëndrimet e tij domosdoshmërisht kanë një lloj jehone edhe atje, dhe kjo normalisht është edhe shqetësuese, duhet ta them. E qartë. Megjithatë presim dhe shohim. E fundit, babai Hashim Thaçit është ndarë nga jeta, cili ka qenë reagimi i politikës atje?